Kjo situata, çfarë duhet u bërë aktualisht dhe do të ketë ndoshta një përmirësim, si mendohet? Tani, nga dita e djeshme kemi realizuar pjesërisht një zgjidhje e cila dha sërish probleme. Pati një furnizim të shkurtër për zonën e Lungomarës dhe zonën e Bregdetit. Qyteti sërish vuan furnizimin me ujë. Kërkojmë ndjesë qytetare për këtë situatë. Avaria, siç e kemi thënë, ka qenë shumë serioze dhe shumë e rëndë. Është një avari e cila dhe për nga zgjidhja teknike merr kohën e vet. Sot kemi ndryshuar në një farë mënyre dhe mënyrën e zgjidhjes problematikës. Mendojmë deri nga ora 5-6 pasdite të ditës sotme të filloj furnizimi, duke ardhur sërish nga stacionet e prodhimit drejt Lungomarës te zona turistike dhe pastaj të japim një lloj sigurie pjesës së furnizimit devës qytetit. Të njëjtën gjë tham dhe dje, që është e vërteta, nuk e realizuam dot ashtu siç e kishim menduar dhe siç e planifikuar. Kjo vjen për shumë arsye, pasi presioni aty është shumë i lartë, edhe pse pajisjet janë për eliminimin e defektit janë po të njëjtës atmosferë që parashikon edhe tubi 1 mish i sistemi transmetimit të ujësillësit. Kur parashikohet theti në ora gjatë, ndërkohë që qytetarët janë të interesuar shkakun, çfarë ka ndodhur, edhe po furnizohen me ujë pasi kemi dhe festat e fundvitit përpara. Kjo është akoma më një situatë vërtet e trisht, pasi jemi në prak festash të fundvitit, dihet janë ditët e pushimit, përgatitje për vitin e ri. Ka ndodhur që linja e transmetimit e ndërtuar në vitin 2009-2010 ka pësuar një qarje të rëndë, por tubi është specifik dhe është i vetmi tub që përdoret në Shqipëri është në qytetin e Vlorës. Kjo linjë HDPE që quhet e transmetimit 1 mish. Kjo është arsyeja që për eliminimin e avarisë po merret një kohë kaq e gjatë. Datë 25 në mbrëmjet, mes natës ka ndodhur kjo avari. Për arsye sigurie, siç kemi thënë, kemi stakuar gjithë stacionet e prodhimit. Pastaj kemi vijuar me identifikimin e problemit, kemi bërë përpjekjen e parë. Datë 26 është realizuar një furnizim i shkurtër në kohë, rreth 1 orë e 30 minuta. Pastaj kemi vijuar përsëri për zgjidhjen e problemit, duke thënë atë që përmenda pak më lart, që dhe dje u përpoqën për t'i dhënë një zgjidhje le të themi furnizimi, por që nuk realizuar në masën 100% që të kapi dhe qytetin e Vlorës. Besojmë që ndoshta sot në mbasdite apo në mëngjes qyteti të ketë furnizim edhe me zgjidhje alternative. Grupi i teknikëve dhe ekspertëve bashkë me mbështetje me Akukun edhe me disa firma serioze të ujësisë kanalizimeve, kemi rafur disa mendime këtë natë të mëngjes duke gdhirë, dhe mendojmë dhe shpresojmë që sot do kemi një zgjidhje definitive. Shpresojmë gjithmonë, kërkojmë ndjesë qytetarëve për situatën. Në dispozicion kemi vënë disa bote të flotës ujësisë kanalizimeve, duke vijuar me furnizimin me ujë për institucionet të rëndësisë veçantë, siç janë spitalet apo institucionet tjera shtetërore. Pastaj dhe sipas mundësive për raste specifike të furnizimit me ujë për qytetarët. Faleminderit.